Mesazhe uniteti, solidariteti e humaniteti u dhanë me rastin e iftarit të organizuar nga ana e Bashkisë Fetare Islame, që bëri bashkë personalitete nga jeta publike. Reisul Ulema Haxhi Hafiz Shaqir Efendi Fetaj tha se iftari ka mision që t'i bashkojë njerëzit në një tryez të përbashkët dhe përveç simbolikës në vete e mbart edhe mesazhin për tolerancë, paqe, respekt dhe dashurinë që kemi ndaj njëri tjetrit. Ramazani vazhdoi më tej Reisul Ulema, është ibadeti me të cilën në praktik besimtarët tregojnë lidhjen e tyre me krijuesin e gjithësisë dhe ngrit vetdijen e lartë të besimtarit për të mirën, paqen, ndihmën dhe kujdesin ndaj njëri tjetrit. Të nderuar të pranishëm, zonja dhe zotëri. Jemi në muajin e shenjtë të Ramazanit, muaj ky që përfshin çdo të mirë. Pra është muaj i besimit, afrimit, moralit, shpirtit, paqes dhe humanitetit. Çdo ditë i muajit të Ramazanit të bekuar, plot 24 orë është hinor, por ambienti më i këndshëm dhe më madhështor është ambienti i momentit të iftarit. Ky moment është një ngritje e lartë shpirtërore që e përfshin gëzimi i lartë. Andaj ky gëzim ofron edhe më fuqishëm me Zotin. Ofron familjen, forcon lidhjet me njerëzit, kultivon dashurinë, paqen, vllazërinë, respektin ndaj njëri tjetrit dhe dëshmon kujdesin ndaj njeriut si qenie më e bukur dhe më e denjë e Zotit të Madhrishëm. Zonja dhe zotrinj, pjesëmarrja e juaj në iftarin ton tradicional nuk është vetëm respekt ndaj Bashkisë Fetare Islame, por edhe kontribut që ky iftar t'i bashkojë zemrat tona, të sakrifikojmë për tjetrin dhe të kuptojmë se më e shenjta dhe më e shtrenjta është dashuria dhe paqja në mes njerëzve. Njeriu është i krijuar të ndryshojë botën drejt të mirës. Çdo devijim nga ky qëllim njeriu humb domethënien e tij dhe qëllimin e ekzistencës së tij. Bashkia Fetare Islame në vendin tonë tashmë është dëshmuar për nga konstruktiviteti, racionaliteti, pozitiviteti dhe misioni për të qenë në shërbim të besimtarëve të vendit dhe shoqërisë që i takon. Më lejoni në fund që shpreh falënderimet e mia dhe të Bashkisë Fetare Islame për prezencën dhe kohën që na e dhuruat. Ju ishit bukuria më e madhe e këtij iftari dhe këtij muaji. Andaj, më lejoni të jap porosinë e këtij iftari. Ata janë fjalët e Zotit të Madhruar. Ndihmohuni në mes veti me të mirë dhe devotshmëri, dhe mos ndihmoheni në mëkat dhe armiqësi. Darka që shtroi Bashkia Fetare Islame gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit është tradicionale, preku përcjellen mesazhe paqe dhe uniteti.